Shqipëria dhe Europa, një dashuri e pamundshme apo një tradhti e vjetër? Shqipëria, vendi i shqiponjave, është gjithmonë në prag të diçkaje. Në prag të zhvillimit. Në prag të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në prag të drejtësisë. Në prag të një jete më të mirë. Por, gjithmonë, vetëm në prag. Prej dekadash, ne trokasim në portat e Evropës, një dere që e ndjejmë tonën nga historia, por që gjithmonë na është përplasur në fytyrë. Kemi dëgjuar shumë, Shqipëria është pjesë e familjes evropiane, e ardhmja e saj është në BE, procesi i integrimit është i pakthyeshëm. Dhe megjithatë, jemi ende jashtë. Pse? Një prej themeluesve që mbeti jetim. Historia nuk haron se Shqipëria ka qenë pjesë e pandashme e Europës që në lashtësi. Epirotët, ilirët, arbërit, të gjithë rrënjët të kësaj toke, ishin bashkëkrijues të asaj që sot quajmë identitet evropian. Heronjtë tanë luftuan për të mbrojtur kufit e krishterimit, për të ruajtur qytetërimin evropian nga pushtimet otomane. Kujtojmë Skënderbeun që papa e quante atleti i Krishtit e që Europa sot e sheh si një figurë muzeale shqiptare, por nuk pranon të pranoj pasardhësit e tij në tryezën e saj. A është Europa mos mirënjohëse? Apo jemi ne të paaftë për të zënë vendin tonë? Një analizë e thellë politike, pse nuk jemi ende në BE? Një hipokrizia europiane. Europa na vlerëson me raporte pozitive, por na vendos gjithmonë kushte të reja. Na kërkon luftë kundër korrupsionit, por vetë hesht para aferave mafioze të kompanive të saj që veprojnë në Ballkan. Na kërkon reformë në drejtësi, por kur gjyqtarët tanë prekin interesat e kompanive ndërkombëtare, reagimi është diplomatik. Hipokrizia arrin majat kur në tryezën e negociatave ulen vende si Hungaria apo Bullgaria, që janë anëtare të BE-s, por që shkelin përdit liritë dhe demokracinë. Ndërkohë Shqipëria, që ndjek verbërisht çdo rekomandim, rri në korridor. 2. Korrupsioni ynë i brendshëm. Po, është e vërtetë, një pjesë e fajit është jona. Klasa politike shqiptare e ka përdorur integrimin si një premtim elektoral, jo si një projekt kombëtar. Kur i afrohemi një kapitulli të rëndësishëm në negociata, gjithmonë shpërthen ndonjë skandal i qëllimshëm. Një lojë për të sabotuar veten, sepse antarësimi në BE do të thotë llogaridhënie. Dhe kush nga këta që sundojnë do të durojë të japë llogari? 3. Frika e Evropës nga identiteti shqiptar. Shqipëria është një komb i veçantë, me një gjuhë unike, me një histori rezistence, me një shpirt i rebel që nuk përshtatet lehtë me modelin steril të burokracisë së Brukselit. Europa e vjetër ka frikë nga popuj që nuk mund të blehen. Frikë nga kombet që nuk i përkasin kolonive të saj tradicionale. Nuk është rastësi që jemi lënë jashtë, ndërkohë që vende si Kroacia, e favorizuar nga interesa gjeopolitike, u përqafuan shpejt. Kjo Europë është një kurvë e vjetër. Atë që nuk guxojnë ta thonë diplomatët tanë, e tha dikur me një dhimbje brillante Gjergj Fishta, kjo Europë është një kurvë e vjetër. E ai nuk e tha nga mlefi, por nga njoja e thellë e hipokrizisë së saj. Një kontinent që të përdor kur i duhen shërbëtor, por që të braktis kur t'i kërkon barazi. Sot, pas 34 vitesh tranzicion, Shqipëria është lodhur duke u përpjekur të tregojë që është e denjë për Evropën. Po ndoshta ka ardhur koha të pyesim, a është Evropa e denjë për Shqipërinë? Një zgjedhje për të bërë. Ne nuk duhet të braktisim ëndrrën evropiane, por duhet të ndalojmë të bëhemi peng i saj. Duhet të ndërtojmë vendin tonë sikur të jemi tashmë pjesë e BE-s, dhe në fund le të vijë Europa të trokas në derën tonë. Le të mos presim më. Le të ndërtojmë një Shqipëri ku drejtësia nuk është slogan, ku punësimi nuk është mërgim, ku rinia nuk është mall eksporti. Sepse ndoshta atëherë, kur të mos kemi më nevojë për Evropën, do të jetë vetë Europa që do të ketë nevojë për ne.